Gjatë natës së 9 marsit 1860, rreth që përziershëm me detin nuk lejonin të shihej asgjë më larg se disa kafshë. Librat e preferuar të shtëpisë botuese Dugagjini, këtë herë dolën përtej mureve të shtëpisë dhe bibliotekës, mes natyrës, ajrit të pastër dhe gjelbrimit. Fëmijët përjetuan kënaqësinë e leximit me një ambient ndryshe. Me moton "Eja të lexojmë bashkë në botën magjike të zanave" dhe mesazhin "Larg telefonave, afër librit", u organizua ky aktivitet që synon t'i ofrojë fëmijët me librin dhe t'i nxjisë ata të krijojnë shprehinë e leximit. Organizatorja Eranta Sylla Sulejmani tregoi më shumë për këtë nismë. Sot për mua është një ditë shumë e veçantë pas një pune shumë të gjatë. Kuptohet me mbështetjen e shtëpisë botuese Dugagjini kemi arrit që të realizojmë dhe të krijojmë një bibliotekë në natyrë. Esenca e këtij aktiviteti është që të shkëputim fëmijët pak prej ekraneve, t'i lidhim me natyrën, me leximin, edhe një lexim në natyrë zhvillon imagjinatën, bëhen më krijues, lidhen me natyrën e është diçka që i ka mungu fëmijëve dhe komunitetit tonë. Kjo është një iniciativë dhe besoj që ka me qenë hapi i parë drejt aktiviteteve të shumta edukative dhe kulturore që do t'i zhvendosim në natyrë. Nxënësit e pritën këtë aktivitet me padurim, sepse vetë ambienti, vetë natyra i krijon atyre një ndjesi, një ndjenjë të veçantë që për ata çdo faqe e librit është një aventurë dhe ne e dimë që botë libri të hap është portë që të hap bota të ndryshme, mirë po natyra është mësuesja më e mirë e qetësisë dhe e imagjinatës, e krijimit. Edhe kjo është një diçka e veçantë që i ka mungu fëmijëve, i ka mungu komunitetit, edhe besojmë që nga sot kasollet e zanave mos jetë vetëm një destinacion turistik, por një destinacion ku fëmijët mund të rritën bashkë me leximin. Fëmijët që do të marrin pjesë në këtë aktivitet janë të moshave të ndryshme, nga 5 deri në moshën 14 vjeçare. Leximi është për të gjithë. Për të gjithë adhuruesit e leximit, mirë po qëllimi i kësaj, realizimit i kësaj biblioteke në natyrë është që fëmijët t'i zhvendosim edhe ta duan leximin, e të rritën bashkë me leximin. Si një nga promovuesit kryesor të kulturës së leximit në vend, shtëpia botuese Dugagjini mbështeti këtë aktivitet, duke theksuar rëndësinë e krijimit të hapësirave ku fëmijët mund të zbulojnë dashurinë për librin që në moshë të hershme. Përfaqësuesja e shtëpisë botuese Jeta Zymberi foli për vlerën e iniciativave që e ofrojnë librin me brezat e rinj. Jemi mbledhur sot për një arsye shumë të veçantë, jemi mbledhur për librin, edhe kur libri na bën bashkë është një ndjenjë shumë e mirë. Ne si shtëpi botuese kemi përkrahur këtë iniciativë kaq të veçantë me shumë kënaqësi, sepse ne besojmë që misioni i librit përmbushet vetëm atëherë kur libri arrin në duart e lexuesve dhe veçanërisht në duart e lexuesve të vegjël, pra të juve fëmijë të dashur. Unë uroj që ky kënd i leximit të bëhet një vend i preferuar për ju, që ju të vini këtu, t'i shpletoni këtu libra, edhe të udhtoni në botë nga më të ndryshme, të eksploroni historitë që fshihen brenda këtyre faqeve, sepse më të vërtet libri ka një rëndësi të veçantë dhe është i vetmi mjet i cili ju bën që ju të udhtoni, të imagjinoni, të përjetoni emocione nga më të ndryshmet, të cilat ju let mund t'i merrni nga një mjet tjetër. Kështu që librin besoj që duhet ta keni mikun tuaj më të mirë, më të afërt, edhe ta keni gjithmonë pranë vetes, sepse përmes librit ju mësoni shumë gjëra të reja, e padyshim edhe përjetoni emocione shumë bukura. Për rëndësinë e promovimit të leximit te fëmijët, folën edhe përfaqësues nga Drejtoria e Arsimit në Prishtinë. Sigurisht se biblioteka e ka pjesën më të veçantë të leximit, të zhvillimit të mendimit kritik, sidomos në pjesën e natyrës, duke pas parasysh se fëmijët tonë në këtë kohë më shumë janë afër digitalizimit,
pjesa hapjes së bibliotekës së natyrë, inspirimi i natyrës edhe zhvillimi i imagjinatës është një ndër pjesët kryesore të zhvillimit të fëmijëve. Ju përgëzoj përzemërsisht për këtë iniciativë. Ju dëshirojmë shumë suksese edhe besoj që kjo do të zhvillohet edhe më tutje në mënyrë që fëmijët tonë t'i afrojmë afër librit. Larg ekraneve dhe më pranë librit, ky aktivitet përcollet një mesazh të qartë. Dashuria për leximin kultivohet që në fëmijëri, faqe pas faqeje.